Territori i Kosovës për datën 24 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me mod kryesisht të kthjellë dhe vranësirat e lehta kalimtare, dhe me mundësi për ndonjë reshje të herpashershme në disa zona. Gjatë paradites mund të ketë vranësira të herpashershme, ndërsa pasdite intervale me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor në verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 tetor do të jetë në orën 6:52, ndërsa perëndimi në orën 17:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 15 gradë Celsius. Pej 6 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 15 gradë Celsius. Suhare 6 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius.